Tentohet të rrëmbehet avioni, piloti dhe pasagjeri kthehet në heronj, neutralizojnë agresorin. Një tentativë e dyshuar për rrëmbimin e një avioni të kompanisë Jetstar i linjës Melbourne Sydney është shmangur nga një pasagjer dhe piloti. I riu 17 vjeçar kishte hipur në avion i veshur si punëtor mirëmbajtjeje dhe i kishte thënë ekuipazhit të aeroplanit se kishte ardhur për punë. Në pamjet e xhiruara e bëra menjëherë virale, 17 vjeçari duket teksa është neutralizuar nga një pasagjer dhe një pilot i avionit. Pasagjeri i hero, Barry Clark, shihet me duart rreth qafës së të riut, ndërsa piloti i mban duart. Po ashtu ata duken teksa i marrin edhe armën e gjahut. Para se ta kapnim se çfarë po ndodhte, dikush nxori armën dhe unë isha i shqetësuar për ndonjë të shtënë. Gjithçka që mund të bëja ishte ta largoja armën dhe pastaj ta vendosja në një pozicion kontrolli dhe ta hidhja në tokë derisa të vinin policat, tha pasagjeri. Ai shpjegoi se ka mësuar që nga fëmijëria të jem përgjegjës dhe të kujdesem për të tjerët dhe ne jemi një familje sportiste, kështu që isha besim plot se mund ta përballoja. Pasagjerët dhe stafi i aeroportit e lavdëruan për veprimin heroik. Një pasagjer, Daniel Defino, tha, Beri dhe piloti na shpëtuan 100%. Kapiteni i aeroportit, Erisas, e lavdëroi dhe tha, i thash Berit se ai ndryshoi rrjedhën e historisë me atë që bëri. Kompania ajrore i ofroi Barry Clark fluturime falas për të gjithë jetën për guximin e treguar me atë akt heroik.